Ish-presidenti Donald Trump përshkruan vendosjen e kufizimeve të reja për vizat e qytetarëve nga 43 vende, duke përfshirë masa drastike për disa shtetas bielorus dhe rregulla më të rrepta për vizat ruse. Sipas New York Times, një memorandum i përgatitur nga administrata e Trump propozon ndalimin e plotë ose të pjesëshëm të vizave për shtetasit të këtyre vendeve, bazuar në kritere sigurie dhe bashkëpunimi diplomatik. Lista ndahet në 3 grupe. Grupi i parë përfshin 11 vende si Afganistani, Irani, Siria, Kuba dhe Korea e Veriut, për të cilat propozohet ndalimi i plot i vizave. Grupi i dytë me 10 vende përfshir Eritren, Haitin, Laosin dhe Myanmarin, do të përballet me pezullime të pjesshme, kryesisht për viza turistike dhe studentore. Grupi i tretë, që përfshin 22 vende, mes tyre Bielorusin, Pakistanin dhe Turkmenistanin, ka 60 ditë për të përmirësuar bashkëpunimin mes SBA-s për të shmangur kufizimet e reja. Një zyrtar amerikan deklaroi se lista është ende në shqyrtim dhe kërkon miratimin e sekretarit të shtetit Marco Rubio, si dhe të administratës. Këto masa vijnë pas një urdhri ekzekutiv të nënshkruar nga Trump më 20 janar, i cili kërkon verifikime më të rrepta për të identifikuar rreziqet e mundshme për sigurinë kombëtare. Asnjë vend ballkanik nuk është përfshirë në listë.